Sëmundjet e lëkurës janë përkeqësuar gjatë stinës së nxehtë në Fier. Sipas dermatologëve, vetëm në një ditë në poliklinikën qendrore paraqiten mesatarisht 40 pacientë në ditë. Numri më i madh i pacientëve që kërkojnë trajtim nga dermatologu në këtë periudhë kanë probleme me alergjitë, më pas renditen infeksionet e lëkurës dhe pacientët me sëmundje tumorale si melanoma, e cila mbetet një nga format më agresive të kancerit të lëkurës. Duke patur parasysh faktin që jemi në stinën e verës, është vënë re një shtim i rasteve të sëmundjeve të lëkurës, kryesisht sëmundjeve alergjike dhe sëmundjeve infektive. Këto zakonisht preken më shumë moshat e vogla, sidomos sëmundjet infektive, sëmundjet bakteriale, për shkak të faktit sepse vjet re një frekuentim i pishinave apo i ujrave të ndotura, dhe kemi shtim të rasteve të sëmundjeve alergjike dhe sëmundjeve infektive. Ajo që duhet kemi ose që t'i vëmë shumë theksin janë për sëmundjet tumorale, domos në moshat e mëdha, për shkak të ekspozimit gjatë gjithë jetës të faktorëve që shkaktojnë këto lloj sëmundje, por që është vënë re kohët e fundit edhe një shtim i rasteve në moshat e reja. Numri i lartë i pacientëve sipas mjekëve vjen edhe nga neglizhenca e qytetarëve për masat mbrojtëse. Këto të fundit nuk vlen vetëm për plazhet, pasi sipas mjekut Sina, ekspozimi në diell duhet edhe gjatë daljes në qytet në orët e pikut. Akoma nuk kemi një kulturë të mirëfillt shëndetësore, nuk është se përdorin shumë kremin mbrojtës, por nuk evitojnë atë pikun e diellit. Shkojnë në plazh orar pa orar. Por dihet që piku i diellit 12:04 është ekspozimi maksimal dhe rrezatimi diellor më i dëmshëm. Gjithmonë rekomandohet frekuentimi deri në orën 10-11 para ditës dhe mbas orës 4-5 mbas ditës, sidomos për këto grup mosha që janë më të prekura. Shqetësues mbetet shtimi i pacientëve me sëmundje tumorale në Fier. 15% e pacientëve që paraqiten për vizitë mjekësore rezultojnë të prekur nga këto sëmundje dhe fatkeqësisht nuk janë të prekur vetëm grup moshat e mëdha, por edhe ato të reja, ndërsa ka theksuar se nuk kanë munguar edhe fatalitetet. Sëmundjet, siç është melanoma, patjetër, është një nga kanceret më vdekëprues. Natyrisht sëmundjet e tjera janë më të kontrollueshme ose më të mjekueshme, por melanoma ka patur raste edhe mosha të reja. Janë vdekëpruese, sidomos për shkak edhe të neglizhencës, për mos ekzaminim e nishaneve rregullisht, që është shumë e rëndësishme. Çdo lloj nishani që ndryshon, që gjatë gjithë kohës ndryshon ose ka ankesa të ndryshme, duhet kontrolluar te mjeku dermatolog. Përballë kësaj situate, Sina ka apeluar për kujdes të shtuar për masa mbrojtëse ndaj diellit, pasi pavarësisht sensibilizimit të vazhdueshëm, ende nuk është kthyer në kulturë. Ai u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë sezonit veror, pasi parandalimi dhe kontrolli i hershëm mbeten mënyra më e mirë për të shmangur komplikacionet e sëmundjeve të lëkurës.